një katastrofë totale në qeverisë. Albin Kurti është pengesë për me zhvillu politikat amerikane në Kosovë. Besoj që ky popull do të reflektoj edhe në zgjedhjet që po na vinë me 28 dhjetor. Unë jam Besnik Krasnisi, jam magjistër i ekonomisë, veteran invalid i luftës të Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Njëkohësisht jam edhe kryetari i Degës Aleancës në Prizren, edhe jam kandidat nga radhët e Aleancës për Armiqin e Kosovës për deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës. Cili ka me qenë prioriteti jot i parë nëse veç zgjidhesh deputet? Po, shqiptar Kosova, për fat keq këto 5 vitet e fundit ka shënu shumë regres, shumë fusha, të fillu prej diplomacisë, prej aspektit zhvillimit ekonomik të përgjithshëm, energjisë, edhe të tjera, do të mundohem që me këtë ekspertizën tem, kapacitetin tem, me i shërby vendit, kryesisht Kuvendit, përmes legjislaturës, ligjeve, për me përmirësu jetën e qytetarëve tonë, në mënyrë që edhe rinia, edhe bizneset, edhe zhvillimi i vendit kthehet normalitet, edhe mos ta çojë vendin askush, po të fillojnë të kthehen bare mirë. Kryesisht do të fokusohemi te pjesa e energjisë, sepse pa pavarësi energjetike nuk kemi as pavarësi normale të shtetit tonë, edhe nuk mundem me funksionu as si ekonomi. Si e matni pak a shumë themi ashtu qeverisën tonë në Kuvendin nëse veç zgjidheni deputet? Padyshim që legjislatura apo Kuvendi ka si njësi mace dhe angazhimin në ligjvënie ose ligjbërje. Do të mundona që në fushën e ekspertizës time, ku kam kryesisht zhvillimi ekonomik, po edhe të siguria, ta jap kontributin maksimal që ta përmirësojmë legjislaturën tonë në mënyrë që zhvillohet vendi normalisht, sepse edhe jemi vend i ri, po edhe kemi mangësi, edhe kemi pas edhe regres, sigurisht po flas për vitit 2019 e këtej, po besoj që me këtë ato që i kam në backgroundin tim si kapacitet profesional, do t'i ofroja mirë e marë për Kuvendin e Republikës Kosovës. Sa i përket qeverisës Albin Kurtit, si e komentoni edhe marrëdhëniet me SBA-n dhe BE-n? Një katastrofë totale në qeverisë, duke filluar nga qeverisja e brendshme, zhvillimi ekonomik, çmimet, energjia, mafia energjetike, që ne kam potencuar në 2021 në një emision të Jeta Gjara për herë të parë, deri te prishja e raporteve tradicionale tona me partner kryesor që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, NATO e të tjera. Ju kujtohet para sa dite keni dëgjim në publik në Kongresin Amerikan, ku kryesuesi i Kongresit i pyet 3 drejtorë kryesor të Departamentit Shtetit Amerikan për marrëdhëniet e Departamentit Shtetit Amerikan me Kosovën, kryesisht me ish-kryeministrin Kurti, edhe të tretë një zëri u shprehen që Albin Kurti është pengesë për me zhvillu politikat amerikane në Kosovë, edhe këto besoj që ka pojë gjithë publiku i Kosovës, edhe shpresoj edhe besoj që ky popull do të reflektoj edhe në zgjedhjet që po na vinë me 28 dhjetor, edhe na jep mundësinë që me kthy në normalitet edhe me ri lidhjet tona tradicionale me partnerët tonë ndërkombëtar.